kujt jep llogari, te kush duhet të ankohet, kushdo për të realizuar një drejtë themelore në proces. Një pengesë ka ardhur nga vetë institucionet e Kosovës. Kur ishte shansi që ne të bëheshim antar me drejta të plota në Këshillin e Evropës, kjo gjë u pamundsu me fajin e institucioneve të Kosovës për shkak se nuk u depozitu në kohën e para se të mblidhej Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës, projekt statusi i asociacionit. Kjo nuk do të thotë statutin, falni. Kjo nuk do të thotë që krijoi asociacioni, sepse ky projekt statut që do të depozitoj Kosova fillimisht do duhet ta dërgonte në gjykatën kushtetuese dhe të njoftonte Këshillin e Ministrave të Asamblesë se është depozituar në gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe gjykata kushtetuese e Kosovës do ta vërtetonte me një pranim dorëzim tek këtij statuti. Kjo s'ka ndodhur. Se po të ishim në Këshill të Evropës, normalisht mbrojtësit, avokatët, po dhe institucionet e Kosovës, avokati i popullit, edhe shteti i Kosovës do të kishte mundësi që shumë padrejtësi që janë bërë, shumë devijime që janë bërë edhe akt akuzës, të ankimonin në Këshillin e Evropës. Unë mendoj se situata sot do të ishte krejt tjetër, po si duket, vje keq, nuk du të paragjykoj askënd, por mos depozitimi statutit në Këshill të Evropës, faktikisht dikujt i ka penguar që drejtat dalë në shesh, triumfoj ajo që ka qenë luftë e drejtë dhe çlirimtare, sepse këto personazhe mundodh për dikën kuptimin politik të fjalës kanë qenë pengesë. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Nuk po flasim për figurën politike të thacit dhe tjerëve që bën historinë. Për luftën me politë që solli pavarësinë lirin. Kauzën map fisnike që bën luftën bashkë me popullin e Kosovës, me UÇK-n, për një kauzë fisnike, për lirinë e këtij vendi, që shpalli pavarësinë e këtij vendi.